Parku arkeologjik i Apollonisë deri më tani ka mirëpritur rreth 110.000 vizitor. Shifrat u bën publike nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Interesi për këtë sit arkeologjik dhe pjesa nga më e rëndësishme e trashëgimit son kulturore ka ardhur gjithnjë në rritje. Çdo ditë janë me qindra vizitor vendas dhe të komsive të ndryshme që shijojnë ato çka ofron ky park arkeologjik. Vizitorët e këtij parku, përveç qytetit antik të Apollonisë dhe monumenteve të tij, mund të shohin edhe objekte të tjera të vendosura në muzeun brenda parkut. Ky muze arkeologjik është ndër më të pasurit të vendit me objekt unik jo vetëm për Shqipërinë, por edhe përtej saj. Muzeu është i vendosur në një manastir mesjetar të fund shekullit të 12, i cili në vetvete është një kompleks muzeal mes objekteve dhe monumenteve. Ky muze u hap për herë të parë në vitin 1957. Objektet e tij, rreth 1000 objekte origjinale, janë të ekspozuara kronologjikisht. Nga ato janë ndër më përfaqësuese sipas tipologjive dhe tregojnë historinë e Apollonisë nga prehistoria deri në rënien e qytetit dhe braktisjen e tij.